Patatja e sharrit është një produkt i njohur në Pollog, sidomos patatja e Vicës. Me qëllim për të promovuar këtë produkt në Vicë të Tetovës është shënuar Dita e Patates. Njëri nga kultivuesit e shumë të patates thotë se si vjet sezoni ka qenë i mirë dhe patatja nuk mungon. Ne si prodhuese dhe kemi trashëgimi prej prindëve, ne për shembull 28 ton, 30 ton jemi prodhues që mbjellim fshatë dhe që i nxjerrim çdo vit. Kurse ka edhe fshatar tjerë që kanë edhe më shumë edhe më pak. Përësisht sa persona në Vicë mbjellin? Po tërë fshati mbjeton prej patates Vitës, edhe prandaj desha të them se nëpër treg mos keq përdoret emni, po të shitet kvaliteti. Целта на овој настан да промовираме шарпланина како национален парк, да го вратиме овчарството што го имаше пред 30 години, да го вратиме шарското јагне што беше највкусно, не само во Македонија, во цела Европа, и да го вратиме сирањето како бренд, нормално и шарпланинската раса на овци. Fermerët thonë se Ministria e Bujqësisë duhet të fokusohet më tepër tek rritja e subvencioneve, sepse sipas kreut të fermerëve të sharrit, kjo do të ndikonte në rritjen e prodhimit dhe cilësisë. Problemi kryesor është subvencionet. Do thonë subvencionet duhet të bëhen në një datë, të cilën duhet dinë të gjithë blegtorët për shembull në një shkurt i kemi të sigurt nga subvencionet. Së shkaku asaj fermerëve ju rritet çmimi i ushqimeve për. Manifestimi që për të dytin vit me radhë organizohet në fshatin malor Vicë të Tetovës, organizohet nga Kooperativa Sharri, ndërsa financohet nga Ministria e Bujqësisë dhe Organizata Europiane të njëjtës veprimtari.